Vllaznia e basketbollit të meshkujve ka lënë pas humbjen me Tiranën në transfer dhe në kuadër të javës së 5 të Superligës mundi thellësisht Elbasanin po në transfer. Ndeshja e luajtur në Pallatin e Sportit Tomor Sinani të Elbasanit nuk nisi mirë për Kuqeblu që humbën periudhën e parë 21-24. Në 10 minutën e dytë djemtë drejtuar nga Eni Llazani përmirësojnë në fushën e lojës, gjë që pasqyrohet edhe në shifrat e kësaj periudhe 20-31 dhe në këtë mënyrë mbyllet me fitore pjesa e parë 41-55. Loja Kuqeblu e vijon të jetë mirë edhe pas kthimit në fushë për pjesën e dytë. Madje perioda e tretë është më e mira, duke fundosur përfundimisht Elbasanin. Me fitoren 11-24 të kësaj periode, Kuqeblu thellojnë avantazhin duke quar 52-79 plus 27 pikë. Në periodën e 4, tekniku Llazani jep minuta më shumë lojtarëve të stolit, të cilët duke patur avantazhin edhe një reagim të skuadrës vendase e mbylli në barazim 22-22. Shifrat përfundimtare të këtij ndeshjes janë në favor të Vllaznisë, 74-101. Një fitore e cila krahas pjesës tjetër të skuadrës, pikatjen më të madhe e bën Fitzgerald, Parker, Kiri, të cilët ishin pikëshënuesit më të mirë, përkatësisht 24, 16 dhe 14 pikë. Ndërkohë ekipi vllaznisë së basketboll për femra nuk ja ka dalë pasi edhe pse në dy periodat e para ishte fituese ndaj Tiranës, humbja në periodat e tjera ndikoi në të gjithë ndeshjen që e mbylli me disavantazhin 56-60.